kuadër të luftës hibride. Po, ndërkohë, pikërisht të gjë tha edhe Ministria Serbe në intervistën ku edhe përmendi pastrimin etnik, ndër të tjera, ajo tha se siç kemi pritur largimin e turqve për 500 vite, do të presim edhe largimin e KFOR-it, që rrjedhimisht i bie të ketë qëndrimet e njëjta me Vučić dhe me të tjerën, duke qenë se e njëjta edhe nuk u shkarkua, pavarësisht kërkesës për të shkarkuar. Ky është edhe një qëndrim ku të njëjtën çështje ka thënë edhe për çështjen e Azerbajxhanit dhe Armenisë kur ishte rasti i Nagorno-Karabahut, dhe kur ndodhi lufta atje dhe Azerbajxhani arriti që ta rikthehet pjesë, të njëjtën çështje përdori prapë Aleksandar Vučić kur tha që Azerbajxhani ka pritur 30 vite dhe ne po ashtu mund të presim edhe 100 vite që të reagojmë kundrejt Kosovës. Dhe në të njëjtën formë pra është edhe kjo deklarata e tanishme për 500 vitet e tyre që i kanë përmendur dhe ata vazhdimisht janë duke u përgatitur për atë momentin e shumë pritur të tyre, të cilën duhet të reagojnë sepse rrethonat gjeopolitike ndërkombëtare të cilat janë duke ndodhur tani janë në një eskalim të vazhdueshëm. Pra, edhe pse ka ndalje momentare të luftrave, atëherë ato mund të arrijnë deri në një pikë vlimi ku më nuk do të ketë ndalje, por vetëm një eskalim të madh të gjendjes së luftës dhe në këtë rast atëherë sigurisht që gjendja nuk bëhet më një çështje civile juridike, por bëhet një çështje lufte dhe në rrethonat e luftës edhe ndryshojnë edhe strukturat e forcës dhe po ashtu edhe KFOR-i ndryshon edhe qasjen e vet për shkak se ushtarët mund të kthehen të mbrojnë vendin e tyre dhe në këtë formë ata synojnë që të reagojnë kundër Kosovës dhe të bëjnë një gjenocid siç e ndrojnë ata për një pastrim etnik të pasur kundër shqiptarëve në Kosovë. Pra janë të gjitha këto në strategji e cila është duke synuar Serbia dhe pavarësisht se çfarë lajkave do t'i bëhen Serbisë dhe regjimit të tyre të tanishëm, Serbia nuk do ta ndryshojë asnjëherë qasjen e tyre. Për shkak se janë të njëjtit njerëz të cilët e ruajnë vazhdimsinë e Miloševićit dhe e memorandumeve të Serbisë kundrejt shqiptarëve dhe shtrirjen e tyre të fuqishme deri në Adriatik dhe Mexher. Ndërkohë, nëse ndalemi dhe analizojmë pak edhe intervistën që dha Igor Simić në njërin nga mediumet serbe, ai quajti terror atë rrëzimin e villave serbe në Ujman, e po ashtu e përmendet edhe ju se tha se po tentohet që Serbia të tërhiqet në një konflikt. Sa ekziston rreziku kuqi që pikërisht kjo ngjarje të përdoret për të nisur apo për të nisur tensione të reja në pjesën veriore? Për momentin sigurisht që nuk bëhet fjalë për një luftë konvencionale, sepse një luftë konvencionale kupton që ata duhet të kalojnë nëpërmjet kufirit dhe në këtë rast do të takoheshin me forcat e NATO-s, gjithsesi KFOR-in dhe nuk bëhet fjalë për një çështje të tillë. Ata thjesht po mbledhin një justifikimi për të pasur më shumë argumente për një luftë kundrejt Kosovës ose për reagime të caktuar. Për shembull, ne kemi parë edhe para sulmit terrorist në Banjska, kur kanë krijuar shumë çështje të ndryshme, incidente të ndryshme në veri të vendit deri tek sulmi që u ndërmor në atë çështje për të arsyetuar por edhe si një faktor i cili do të mobilizonte masën e veri të Kosovës që do të dilnin në përkrahje të grupit terrorist kryesuar nga Milan Radojiciqi. Apo ja dalin realisht që me gjitha këto reagime që po i bëjnë dhe me gjitha këto tendenca që t'i bindin pjesën, sepse foli shumë realisht në atë intervistë për qytetarët, me gjitha të ne kemi parë nga një matje që është bërë nga disa të rinj serb që erdhen në fshatrat e Kosovës të banuara me qytetarë serb, të cilët ishin të kënaqur me jetesën këtu. Dhe pra, i bie se këto janë vetëm qëndrime të liderëve dhe të bandave serbe dhe jo qëndrime të qytetarëve të cilët tentojnë të integrohen në Kosovë. Vetëm përkraje do thotë në Banjska, ku nuk ju bashkangjet popullsia serbe, grupi terrorist kundra e Kosovës tregon që nuk ka një përkraje. Bashkësia ndërkombëtare do të ndihmonte shumë demokracinë dhe stabilitetin në rajon nëse do të ndihmonte Kosovën që të integroheshin serbët e Kosovës, por jo bandat kriminale të cilat janë të përfaqësuar dhe nga lista serbe në këtë rast. Por qytetarët serb të cilët jetojnë në Kosovë, sepse qytetarët në Republikën e Kosovës ne e dimë që janë të sforcuar që të votojnë për listën serbe dhe po ashtu të rrinë në gatishmëri ashtu siç kërkojnë Serbia, për shkak se i mban me kërcënime, i mban nëpërmjet vendeve të punës siç janë strukturat paralele, strukturat ilegale për arsimin dhe shëndetësinë, dhe po ashtu në format e mjeteve të ndryshme që jep qoftë ndihma monetare apo qoftë ndihma shtëpiake, prona dhe çështje të ndryshme që i ka jep ndaj serbëve, dhe në këtë formë i ngulfat serbët sepse vazhdimisht i kërcënon ata me vende pune, por edhe me kërcënime të ndryshme fizike që i ka bërë në të kaluar. Tashmë kemi edhe raste ku kanë tentuar dhe të vrasin, pra persona në Kosovë, të cilët kanë qenë kundërshtarë të listës serbe, sepse për përjashtim nga vende punës tashmë është bërë
shumë aktuale kjo çështje, dhe madje kanë edhe një përkraje nga Kisha Ortodokse serbe për të veprimet e tilla. Andaj, Bashkia Ndërkombëtare do ta ndihmonte shumë komunitetin serb në Kosovë nëse do ta slironte nga këto banda kriminale. Por shlirimi nga këto banda kriminale nuk vije nëse mbrohen rrëzimet ilegale, sepse ato në të vërtetë dalin që nuk janë as ndërtimi ilegale të qytetarëve të thjeshtë, por të njerëzve të listës serbe dhe të njerëzve të fuqishëm të Radio Qiqit dhe të Vučićit. Pra nuk bëhet fjalë as për ndërtimi ilegale të shtëpiake të cilët kanë të bëjnë me shtëpi banimi ditor, por janë thjesht vilat e cilat i kanë zgjedhur ata për komoditetet e tyre. Dhe nuk bëhet as pak fjalë po ashtu edhe për prona private, janë prona shtetërore të cilat janë në formën e rregullt të zbatimit të ligjit, që duhet të zbatohet ligji në atë pjesë të Kosovës sikur që duhet të zbatohet në çdo vend tjetër. Pra, do të ishte shumë e padrejtë që nëse ne sot për shembull ne e pam rastin e fundit në Rrogovë, nuk po e gjykojmë vendimin, por po e gjykojmë pat protesta, pat edhe një vendim ku ndalu ndërtimet atje të paktën ato ilegale, ose edhe në rajonet e ndryshme. Nëse ndaj shqiptarëve i marrim këto veprime, por nuk i ndërmarrim ndaj serbëve të cilët janë komplet në shkeljet e ligjit, atëherë i bie që shteti është duke i diskriminuar qëllimisht qytetarët e saj. Dhe në këtë formë pra do të ishte metoda më e mirë. Dhe po favorizon pakicën serbe. Realisht ashtu do t'i binte. Favorizimi në këtë rast nuk po ndodhi i pakicës serbe në kuptimin e diskriminimit pozitiv, kushtetues, po ndodhi në favorizimin e grupeve kriminale. Dhe kjo është fatkeqësia që po mbrohet tani për momentin dhe duhet t'i largohet dhe duhet të shpanget secili pa marrë parasysh frikës, që mund të ketë për sulme të ndryshme që mund t'i bëjnë Kosovës. Institucionet e sigurisë dhe institucionet ndërkombëtare duhet të kujdesin që të mos ndodhin me ato gjërat që ju kanë ikur me rastin e Banjës, kur kemi parë që kanë përdorur edhe simbolet e KFOR-it për të futur arme në Kosovë. Dhe Kuqi, si po e sheh realisht edhe